Dashi, sot është koha ideale për të shijuar momente të vogla lumturie dhe për të forcuar lidhjet që kanë rëndësi në jetën tënde. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të reja dhe të ndriçojë ndjenjat që ndoshta i ke mbajtur të fshehura. Në punë, përpiqu të jesh i fokusuar dhe të mos shpërqendrohesh nga shurmat e jashtme. Nëse pranon sfida të reja, ato mund të hapin dyert të papritura. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, prandaj është mirë të analizosh çdo shpenzim me kujdes para se të veprosh. Kujdesu për mirëqenien tënde dhe gjej pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një moment qetësie mund të të ndihmojnë të rilidheni me instinktet e tua më të thella. Demi, sot zemra juaj do të ndriçojë me një dritë të ngrohtë që do të tërheqë njerëzit përreth. Shfrytëzoni këtë energji për të forcuar lidhjet me të dashurit tuaj, duke ndarë momente intime dhe të mbushura me kuptim. Në punë, keni kujdes në detaje dhe mos nxitoni. Një qasje e qëndrueshme dhe e menduar do t'ju çojë përpara. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, mos e nënvlerësoni fuqinë e planifikimit afatgjallë. Dëgjoni intuitën tuaj kur bëhet fjalë për zgjedhje të rëndësishme, pasi do të shërbejë si një udhërrëfyes i besueshëm. Sot është dita për të përkëdhelur veten dhe për të marrë kohë për ato gjëra që ju sjellin gëzim të vërtetë. Buzëqeshni dhe përshëndetni pasionet tuaja. Binjakët, ditën e sotme, energjia do të jetë shoqëruesja juaj më e mirë, duke ju dhënë shtytjen e nevojshme për të arritur qëllimet e vendosura. Në punë, mendja juaj e hapur dhe kreative do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje të reja për sfidat e vjetra. Shmangni vendimet impulsive në çështjet financiare, pasi sot është më mirë të jeni të kujdesshëm dhe të matur. Dashuria lulëzon me një bisedë të qiltër me personin e zemrës, mos keni frikë të hapeni dhe të ndani ndjenjat tuaja. Një shëtitje e gjatë në natyrë do t'ju sjellë qetësi dhe perspektivë të re. Kujdesuni për veten dhe mos e nënvlerësoni fuqinë e relaksimit. Sot është dita për të mbjellë farat e ëndrave tuaja të ardhshme. Daforia. Dita e sotme premton të jetë e mbushur me energji pozitive. Mund të ndiheni më emocional se zakonisht, por ky është një moment i mirë për të ndarë ndjenjat me ata që doni. Në punë, ndoshta do të keni një mundësi për të marrë iniciativën në një projekt të rëndësishëm, ndaj tregoni kuraj dhe besim të aftësitë tuaja. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive dhe fokusohuni në planifikim afatgjallë. Mirëshëtitje e qetë në natyrë mund t'ju ndihmojë të balanconi mendjen dhe shpirtin. Lidhjet me miqtë dhe familjen do të jenë burim i një ndjenje mirëqenieje të thellë. Përqafoni momentet e thjeshta që sjellin lumturi dhe gëzim. Luani. Mëngjesi sjell një energji rinovuese, duke të mbushur me një dëshirë të freskët për t'u angazhuar me botën. Sot është dita e përsosur për të eksploruar mundësi të reja profesionale. Një koleg mund të ofrojë një këndvështrim të vlefshëm që do të ndihmojë të hapësh dyert që as nuk e imagjinoje. Në aspektin financiar, duket se një shpenzim i papritur mund të sfidojë, prandaj bëj kujdes me buxhetin. Në dashuri, dielli ndriçon marrëdhënien tënde, duke ofruar momente të këndshme me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Përqafimi i këtyre mundësive do të jap një ndjenjë të fuqishme kënaqësie dhe plotësie. Kujto të jesh mirënjohës për çdo hap të vogël përpara. Virgjëri. Dita e sotme sjell një energji të qetë dhe të harmonizuar, e cila është perfekte për të reflektuar mbi gjërat që të bëjnë të lumtur. Në dashuri, është koha për të shprehur ndjenjat e tua me ndershmëri, pa frikë nga përgjigjja. Një bisedë e thellë me partnerin do të ndihmojë për të forcuar lidhjen. Në punë, qëndroj i organizuar dhe planifiko hapin e ardhshëm me kujdes, pasi potencialet e tua janë më të qarta se kurrë. Financat janë stabile, por shmang shpenzimet e tepërta që mund të lënë pa burime të mjaftueshme në të ardhmen. Kujdesu për mirëqenien tënde mendore duke kaluar kohë në natyrë ose me një libër të mirë. Mos harro të falënderosh vetveten për gjithçka që ke arritur. Dëshorja. Sot do të ndiheni veçanërisht të balancuar dhe të qetë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë afrinë dhe mirëkuptim të thellë. Për ata që janë ende në kërkim të dikujt të veçantë, mos hezitoni të bëni hapin e parë. Yjet janë në favorin tuaj. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja organizative dhe kreative, duke fituar vlerësimin e kolegëve dhe të eprorit. Financat tuaja janë në rrugë të mbar, por keni kujdes me shpenzimet impulsive. Një kontroll i vogël do t'ju ndihmojë të qëndroni brenda buxhetit. Energjinë pozitive përdoreni për të rifreskuar mendjen dhe trupin tuaj. Kështu do të arrini një harmoni të përkryer, duke e bërë këtë ditë të ndriçojë. Akrepi. E sotmja sjell energji të reja dhe tërheqëse në jetën tënde.
Ka gjasa që ndjenjat tënde të përforcohen në lidhje romantike, mos hezito të shprehësh mendimet qartë dhe me ndershmëri. Në punë, qëndrimi yt i vendosur do të ndihmojë të përballosh çdo sfidë që shfaqet. Mund të marrësh lajme të mira financiare, ndoshta një mundësi për të rritur të ardhurat. Është koha e duhur për të investuar në qëllimet e tua afatgjata. Mirëqenia emocionale do të përfitonte nga disa çaste reflektimi dhe qetësie. Një ecje në natyrë do të ofrojë frymëzim dhe qartësi. Kujdes për veten dhe lër zemrën të ndjek rrjedhën e saj natyrale. Harroje për pak shqetësimin dhe përqendrohu tek gjërat që të sjellin lumturi. Shigjetari. Dita e sotme është e mbushur me energji pozitive që ngrihet si një diell i ngrohtë. Marrëdhëniet personale do të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Një bisedë e sinqertë me partnerin tuaj do të hapë rrugë për mirëkuptim më të thellë. Në punë, përkushtimi juaj do të shkëlqejë dhe kolegët do ta vlerësojnë punën tuaj të palodhur. Mos u friksoni nga sfidat e vogla që do të dalin në pa. Financat janë në një ekuilibër të mirë, por shmangni shpenzimet impulsive pa planifikim. Gjeni kohë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe për t'i përditësuar ato. Frymëzimi do të vijë nga burime të papritura, prandaj jeni të hapur ndaj ideve të reja. Qetësia e brendshme do t'ju ndihmojë të ndjeni në harmoni me veten. Britsjapi. Në këtë ditë fillon një kapitull i ri që të fton të reflektosh dhe të hapësh zemrën ndaj të panjohurës. Në punë do të gjesh stabilitetin e kërkuar prej kohësh. Këshillohet të përqendrohesh në organizimin e detyrave, duke shmangur stresin që mund të vijë nga situata të papritura. Në çështjet e dashurisë, një bisedë e thellë me partnerin do të ndriçojë rrugën tuaj të përbashkët. Nëse je beqar, kjo është koha të dëgjosh intuitën për të ndjekur zemrën. Financat duken të qëndrueshme, por kursimi do të sjellë përfitime të mëdha në të ardhmen. Ndjenjat e brendshme do të jenë të qeta, duke të ofruar mundësinë të përqendrohesh te vetja. Ditë e përshtatshme për të medituar dhe për të ndjerë harmoninë e natyrës. Ujori. Sot ndjenjat do të lulëzojnë si petalet e një luleje në pranverë. Në marrëdhëniet personale, një moment i veçantë do të ndriçojë ditën tënde, ndaj mos hezito të tregosh ndjenjat. Në punë, idetë kreative do të shfaqen si yje në një qiell të hapur. Shfrytëzo këtë energji për të realizuar projekte të reja. Financat janë të qëndrueshme, por mbaj një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen pa u ndier. Ndërsa dita shpaloset, kujdesu për veten me një moment qetësie, qoftë kjo një shëtitje në natyrë apo një filxhan çaj në qetësi. Kjo do të ndihmojë për të mbajtur harmoninë e brendshme. Kujto se ndryshimet e vogla sjellin ndonjëherë gëzime të mëdha. Peshqit. Sot, zemra juaj do të ndjejë një nevojë të thellë për qetësi dhe reflektim. Në dashuri, lërini ndjenjat të udhëheqin rrugën dhe mos u friksoni të hapeni me partnerin tuaj. Në punë, mund të ndjeni një shtysë për të ndjekur ide të reja dhe kreative. Mos keni frikë të dilni nga zona e rehatisë. Financat mund të kërkojnë vëmendje shtesë, por një qasje e kujdesshme do të garantojë që gjithçka të jetë në rrugën e duhur. Sot është koha e përshtatshme për të marrë vendime të bazuara në intuitën tuaj unike. Ndjehuni të hapur ndaj mundësive të reja që mund të shfaqen. Lejoni që zëri juaj i brendshëm të jetë udhëheqësi juaj në këtë ditë të mbushur me potencial.